Unë jam tashma peng i asoj luftës që e kom bë për liri. Nuk më i shkput në më kur prej asoj vije. Mirë po qysh e kom dasht venin tem, vitet e 90-ta, vitin 99, e kom ka pushkën, kom luftu për venin tem. Sot me pushkë nuk është koha të luftohet, por me fjallën e lirë edhe drejt po, është ende. Dhe nuk mund tjetë askush prej ati tabori ma përgjegjës për venin e vetë se sa unë edhe disa shokë të mitë. Për shkak se kur në jetë tonë nuk kemi përfitu në aspektin personal kur gjë. Une vi si një ish luftar në këtë ven prej ati grupi që ka luftu për venin e vetë, që ma avon një pjesë kanë kalu në politik, po unë s'kam kalu me ta në politik. Nuk kam rrugtu në politik me ta. Njerëzit që thonë se kur t'i forcoj lisën serbe, aktualisht njerëz që thonë kështu, nga ona e kampit të Zotit Kurti po shihen si njerëz të paguar nga Radojčić. Për fat keq kjo është një gjuhë rrezikshme kjo. Është gjuhë tepër e rrezikshme për shkak se kanë sjell këtë popull tash në një stad, në një nivel kur dikush është në këtë tabor është me Serbinë. Po ky tabori tjetër, po ashtu thot për taborin tjetër, jo këta janë me Serbinë. A thu gjysma e popullit të është me Serbinë, kjo është një narrativ çoroditse. Po fajti kanë politikantë. Po ju dikush ju vini me Serbinë, si do të reagoni? Shiqo, une natyrisht që njihna shumë keq. Mirë po, ato që ma thë dikush e shosi për gjëna. Ai ose nuk din kur gjë heq, edhe është një s'po më me përdor shprehje tron për askan, ose thjesht nuk din. Po mirë nuk jeni, sigurisht që nuk jena mirë. Të kontributit për vend. Po ndëgjove dikë që mund t'i qëndroj afër Zotit Kurti. Unë duhet ta them një gjë. Se jeni shpërndarës i narratives së dezinformimit serbe të Radojčić. Unë duhet ta them një gjë. Unë jam tashma peng i asoj luftës që e kom bë për liri. Nuk më i shkput në më kur prej asoj vije. Hiq. Dikush ndoshta edhe mund shkputet për një interes personal ose një interes ku me ditë se çfarë. Mirë po unë s'paku unë me edhe disa shokë mite kemi dëshmu këtë punë. Prandaj unë mas pari kam problem me vetën, nuk moj vetën me rajt. Nuk moj me trahtu vetën. Prandaj edhe përdori edhe këtë narrativ, edhe tham lirisht haptas, pa kompleks, për shkak se unë e di që ai që mund të ma thot që narrativa jam është serbe, e kuptoj që ai nuk din këtë punë, e kam mësu këtë fjali prej dikujt që simpatizon e nuk e din prapavinë e tij. Mirë po unë të në jetën të prej moshës, ende pa i mosh 15 vjetë jë marrë me këtë fush. Dhe e di shumë mirë çka është narrativa pro-serbe, edhe kush e lanson dhe pse e lanson. Dhe për fat keq, pikrisht ato forcat që ja dojnë të keqen Kosovës, me sukses e kanë përhap këtë stil të komunikimit ndër popullatën. Mas pari, të menaxhuar prej disa politikanëve të papërgjegjshëm.